Kjo video është për ty grua, për ty burr, që ke bërë shumë përpjekje të rregullosh disa fusha në jetën tënde dhe pavarësisht se ke luftuar, ke mbijetuar, ke bërë shumë përpjekje, nuk shikon një zgjidhje në jetën tënde. Jam këtu, meritacake, mentore, shkrimtare, trajnere dhe mësuese në shumë metoda për zgjimin kolektiv dhe për zhvillimin personal. Me metodat e ndryshme dhe me përvojën time mund të ndihmoj të gjesh vërtet rrugën e vërtet të dalësh nga aty që ke hyrë dhe nuk po del dot. Nga përpjekjet e shumta të kesh para në jetë, të kesh qetësi, harmoni dhe shëndet, çfarëdo që kërkon. Dhe sot do të t'jap një ushtrim të shkurtër nga sistemi përfaqësik transformues 333. Sistemi përfaqësik transformues është metoda në të cilën jam udhëheqëse dhe punohet në individ dhe në grup, nga afër dhe online. Është metoda që merret me të gjitha sistemet e trupit fizik dhe sistemet e trupave astral, gjithashtu me paraardhësit dhe me prindrit tanë. Është metoda që do të ndihmojë, në qoftë se e lejon dhe e kupton, që të zgjidhësh çdo problem të vogël ose të madh që ke për jetën tënde. Ato blokadat që nuk di të japësh një përgjigje. Në qoftë se ti që e dëgjon këtë video, ndihesh dhe ndodhesh në një vend për diçka të vogël apo të madhe që nuk po merr përgjigje, mund të kërkosh ndihmë në individ, në privat ose dhe në grupe. Për të gjithë ju që jeni në Selanik, ju bëj thirrje, së shpejti nga java që vjen, mund të organizojmë një takim nga afër që do ta bëjmë në natyrë me sistemin përfaqësik transformues, ta njihni nga afër dhe ta përjetoni. Të shikoni hierarkin tuaj në familje, sepse që aty fillon çdo gjë. Që tek hierarkia e shtetit, te hierarkia e familjarëve dhe pastaj te familjes që kemi krijuar. Çdo gjë që nuk është në hierarki nuk mundet që të funksionojë. Dhe kjo metodë të bën që ti të gjesh vendin tënd në çdo sistem që je, që nga familja jote, që u rrite, që ke krijuar, dhe në sistemet të shoqërisë dhe në sistemin e shtetit dhe në vendin tënd në botë, në këtë tokë që ke ardhur. Dua të bësh një ushtrim të shkurtër tani dhe të më shkruani, të më komentoni si u ndihet. Shkruani këtu në TikTok, në YouTube, më ndiqni Flutra me Fat 333. Shpërndajni dhe këtë video në njerëz të tjerë, te familjarët tuaj, të shokët, të shoqet, që mund ta bëjnë dhe të shikoni që në qoftë se diçka nuk shkon mirë, mund ta rregullojmë. Atëherë mbylli syt, me dorën në zemër, të majtën, merr frymfell me undë dhe liroje me gojë. Bëj këtë 3-4 herë dhe më mbas ndaloj videon dhe sill tani në anën energjetike, lejoj veten të ndodh, lejoj energjinë të punoj për ty. Fuqitë e mbëdhaja, engjëllit, kryengjëllit, të gjitha që një tyjnore të jem pranë teje, akoma dhe engjëllin tënd mbrojtës të jetë këtu dhe lejoje, duke thërritur të dy prindrit, maman dhe babain para teje, të vinë si energji. Dhe këtu dua të shikosh, shikoj të jenë 2 metro përballë teje, në cilin krah të majtin apo të djathtin, siç i shikon, ishte mamaja dhe babai jot.
dhe kush është më përpara apo më mbrapa prej të tyve. Ndjeje këtë energji. Dhe tani ashtu si janë, shikoj dhe prindrit e mamas tënde nga mbrapa, dhe të babait tënd, në të njëjtën kohë, dhe të paktën 20 breza nga mbrapa, e di shumë mirë që nuk i njeh, ndjej si hije dhe bëhet tani si një grumbull të madh njerëzish të qëndruar bashkë. Shikot në çfarë forme të dalin. Shikoj që ti je në rrënjë tek kësaj peme, sepse ne jemi fëmijët përballë atyre, dhe shikoj që kjo pemë me këta paraardhësi të del e lulëzuar, ka boshllëk ndërmjet tyre, është e thatë, si të dalin, sepse degët janë paraardhësit, dhe nëna dhe babai si të dolën. Komento këtu, dhe në qoftë se je në Selanik të Greqisë, dhe shikon këtë video, dhe në qoftë se të intereson një takim të përjetosh nga afër këtë metodë, edhe ke një problem shëndeti, problem pune, parash, çfarë do të vogla apo të madhe, se ke marrëdhëniet me prindrit, me vllajën, me motrën, me fëmijët, diçka nuk shkon mirë, eja së bashku të gjejmë zgjidhjen. Shkruaj më intereson. Shpërndaj këtë video dhe në njerëz të tjerë, dhe më përshkruaj si të doli ty kjo imagjinat. Dhe më mbas do bëjmë një video tjetër që të themi kush është vendi i dur dhe si të ka ndalë. Ju dua shumë, ju përshëndes, e çdo gjë ka zgjidhje, vetëm kur fillojmë të bëjmë diçka ndryshe.